Një nga këto diplomat ka siguruar dhe fonde për gazetën Koha Jon, ka manipuluar vazhdimisht këtë gazetë, dhe përveç tjera ka nxitur kryeredaktorin e kësaj gazete që të afishonte përqindjet e larta të fitimit të firmave rentiere dhe shpallte në këtë mënyrë garë midis tyre që numri i personave që depozitonin në këto firma të bëhej sa më i madh. E kam dëgjuar fjalimin asaj kohe tashmë të ndjerit Bashkinë Gazetete. Është një fjalim që është konteksti i logjikës së kohës, sepse sulmoi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe segmente të ndryshme rajonale dhe përfshirë gazetën Koha Jon, nuk ka asgjë të vërtetë. Por realisht nuk ka pasur një ngarkesë, një eksport apo një frymëzim që vjen nga jashtë, pavarësisht se gjithë konteksti ndërkombëtar na jep të drejtë. Për gjithë kontekstin ndërkombëtar i kohës ishte kundër regjimit, ishte kryesisht pro protestave në Vlorë apo protestave civile. Kjo akuzë e gazetetës në atë kohë që Gazeta Koha Jon ishte në shërbim të diplomatëve amerikanë në Tiranë dhe segmentet e Departamentit të Shtetit në Washington, nuk ka gjithë vërtet sepse ambasada amerikane as ka ndërhyrë në politikën editoriale të gazetës Koha Jon, në asnjë rast. U tha edhe në disa debate në parlament, sikur të gjitha ato trazira kishin nga mbrapa inspirimin apo dorën e CIA-s apo dorën e shërbimet të tjera sekrete, siç mund të kenë qenë Greqia apo vende të tjera, nuk eliminoi këtë gjë, por kjo nuk ishte lidhje fatikisht me gazetën Koha Jon. Ne kemi qenë një grup njerëz idealist ku po të kthehemi në retrospektiv, sigurisht që mua më ngjethet misht për ato që kemi bërë dhe nuk do t'i bëhet ndoshta kurrë më, por mosha dhe konteksti në cilën bëhen disa gjëra nuk përsëritet. E vetmja arsye që vazhduam dhe shkuam deri në fund të atij raportimi fantastik, do thosha ditë pas dite, gati 3 muaj, ishte nevoja për të treguar një të vërtetë si pas nesh. E vërteta asnjëherë nuk është absolute, gjithmonë relative. Dhe ajo është një vërtetë relative, cilën u përpoqëm ta tregonim. Por mes gjithë atyre që pohonte përpara parlamentit i shefi i shërbimit sekret, kishte gjithsesi diçka të vërtetë. Për muaj e muaj me radhë, gazeta kishte reklamuar përqindjet e larta të firmave rentiere. Dhe ajo akuzohet tashmë se e kishte bërë këtë gjë me qëllim për të përshpejtuar rënien e tyre. Madje ky njeri, një diplomat i lartë i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Charles Walsh, ishte ai që akuzohej nga Gazetedja si një inspirues i botimit të përqindjeve të larta të firmave rentiere në faqet e gazetës, me qëllimin për të përshpejtuar rënien e tyre. Ne ishim profan në atë kohë, saqë edhe qeveria ndoshta. Pra ne ishim profan dhe nuk kuptonim peshën e gjës. Nuk e dinim se çështja e fajleve mund të vinte deri në pikën që erdhi, që ta trazonte Shqipërinë dhe të ndryshonte komplet mënyrën e jetesës në radhë parë. Filluam të publikojmë përqindjet e fajdeve, sepse ky ishte lajm radhë parë. Më vonë e kuptuam dhe e bëm me koshciencë se ky ishte një lajm ndoshta edhe i keq, por ishte lajm. Të publikoje përqindjet e fajdeve në atë kohë është si sot publikosh përqindjet e bankave apo shkëmbimin e monedhave. Është një gjë. Ndoshta 7 deri 8% e shqiptarëve ishin klient të fajdeve për shkak se qeveria kishte lejuar apo kishte legalizuar duke heshtur apo duke mos vepruar. Ne nuk bëm asgjë më shumë dhe asgjë më pak se çka ishte legale. Historia e marrëdhënieve të vështira të gazetës më të madhe në vend me pushtetin e asaj kohe do të ndryshonte ndjeshëm pas mbrëmjes së 28 shkurtit në Vlorë, kur godina e Shikut u sulmua dhe u doq, dhe kur aty mbetën të vdekur 2 punonjës të Shikut. Koha Jon akuzohet për nxitjen e turmave që sulmuan Shikun. Atë kohë studentët e Universitetit të Vlorës ndodheshin në grevurie dhe papritmas ua fjala se ata do të nxirreshin tinëzisht nga shërbimi sekret. Në atë kohë është bërë një shkrim në gazetën Koha Jon,
unë jam autori atij shkrimi, sipas të cilit ekzistonte një skenar, i cili qarkullonte faktikisht, unë e kam dëgjuar nga studentët, aty kishte një lloj organizimi të grevës studentore të Universitetit të Vlorës, në katën e parë sapo hye brenda në krahun e djathtë ishte një sallë e madhe dhe përpara universitetit bëheshin çdo ditë mitinge, ku vinin dhe më thonin që shiko se ne kemi frikë sepse kemi dëgjuar që do vinë nga Shiku, do bëjnë këtë skenar dhe atë skenar. Në Vlorë u ha fjala se Shiku do të rrëmbej studentët grevist dhe do t'i nxjerrë nga greva ose do t'i transferoj për Tiranë. Në fakt kishte një të vërtet se presidenti Berisha kishte lëshuar në një fjalim në Tiranë, kishte lëshuar fjalën se studentët e Universitetit të Vlorës ne do t'i nxjerrim nga greva. Tër ky makt, tër kjo vëmendje për studentët që të mos na i marr Shiku, erdhi dhe u prek në një moment caktuar, kur një nga punojësit e shërbimit informativ kombëtar, me një naivitet të papar, provokoi duke hyrë në borrin dhe deri në shkallët e para të ku e ndanin vetëm 4-5 metra nga salla, nga vetë porta ku ndodheshin studentët. Ai u identifikua si njëri i Shikut dhe kuptohet, mbahet mend nga jo ngjarje, ka qenë një ngjarje tmerrsisht makabre, një akt shumë makabër, i cili qepi piknisja e dhunës në mes të Shikut dhe të kryengërisëve popullore. Ky është një nga shkrimet e shumta ku tregohet se greva e urisë së studentëve do të prishej dhe se pjesëtarët e saj do të rrëmbeheshin. Po a gënjente gazeta për një gjë të tillë? A gënjente ajo për të ndezur gjakrat? Ne nuk kemi sejuar të vërtera, mund të kemi zbukuruar, apo mund të kemi bërë të vërterat që dukeshin më të rrezikshme se ndoshta qishin, por nuk kemi qenë shkaktar të ngjarjeve. Nga 2-3 skenare që mund të kenë qarkulluar, ndoshta a ditë unë kam shkruar këtë skenar, sepse mu duk se ai skenar i kishte friksuar shumë, sepse ishin disa grupe dhe disa individ që ishin udhëheqësit e studentëve, vetë studentët, prindrit e tyre, ata që organizonin këto protestë ose mitinget e përditshme, të cilët e thonin pothuajse në të njëjtën mënyrë dhe nuk i hiqnin asnjë presi. Domethënë, ishte krijuar një lloj bindje që ekzistonte një skenar i tillë, i cili më pas ndodhi realisht. Dhe është bërë një libër për ato ngjarje nga ish kryetari i Bashkisë Vlorës asaj periudhe, më duket, të cilit unë fakt e respektoj atë zotërinë. Dhe në librin e tij unë kam lexuar që thotë që Alfred Peza ka shkruar me saktësi matematikore që kështu dhe kjo ndodhi. Nuk ishte faji im. Për unë e marr kompliment profesional kur arri që zërin dhe atë çfarë ishte frika që i bashkonte ata njerëz në atë periudhë, unë e përcolla nëpërmjet gazetës dhe më pas nuk është faji im që ajo ndodhi. Pra koja nuk mund të fajsohet se shkaktoi trazira vitin 97. Ishte një lajmtare apo një pasqyrë e asaj çka ndodhi, por nuk ishte shkaku. A mund të shfaqsohet sot për atë që ndodhi për më shumë se 17 vjet më parë koha jonë? Pavarësisht prej shfaqsimit të protagonistëve të saj, që kjo gazetë që pagoi atë fillim marsi të vitit 1997, gjithë urrëtitjen dhe dhunën e mbështetësve të presidentit Berisha. Pas ngjarjeve të Vlorës, kriza në Shqipëri po hynte në një fazë të re. U vendos gjendja e zakonshme atë ditë, sepse ngjarjet precipitonin me një shpejtësi të jashtëzakonshme, u dogji redaksia e gazetës koha jonë, presidenti Berisha mori mandatin e dytë, u vendos gjendja e jashtëzakonshme, ishte vendosur gjendja e jashtëzakonshme, pastaj u mor mandatin në gjendje të jashtëzakonshme, kështu që ka qenë një ditë e tmerrshme, ka qenë një ditë nga ato ditët ku sigurisht gjykoj që ka qenë kulmi i trazirave nuk besoj se ka pas ditë më intensive me ngjarje negative, të cilët më pas bën më përposhtë dhe filluan zgjidhjet mbas kësaj. Pra ishim në kulm, ishim në crescendon e trazirave të vitit 1997.
votuan për kandidatin Sali Ram Berisha 113 deputet. Një ditë më parë se Sali Berisha të rizidhej për të dytën herë president, në gjendje të jashtëzakonshme dhe i shpërfillur nga të gjithë diplomatët e huaj në vend, kundërshtari më i madh i regjimit të tij, gazeta Koha Jon, kishte ndërprer dalje në treg. Po a ishte valla i urdhëruesi i djegjes së gazetës? A ishin njerëzit që shkuan natën e 2 marsit për të rrëmbyer një gazetar dhe për të djegur redaksin të urdhëruar prej tij? A ka fakte që provojnë fajsinë e tij, ashtu siç u akuzua atëherë nga opozita e kohës? Urdhrat nuk kanë dalë nga zyra e presidentit asaj kohe. Nisur nga logjika e ngjarjeve të asaj kohe që precipitonin ngjarjet ishin shumë të rrezikshme edhe në Tiranë. Dhe djegja e një gazete si ishte Koha Jon, shumë e madhe, kishte 82.000 kopje shitin ditë, në kohën kur ishte kryeredaktor Bendushi, pranë atë kohë. Dhe të djegja e gazetës Koha Jon do të thonë shkaktoje një revolt më të madhe popullore të lexuesve të njerëz, edhe opozita që ishte gati për ta përdorur si pretekst. Pra nuk mendoj fakte dhe logjika në qonë, në deduksionin që nuk mundej kurse si presidenti asaj kohe të urdhëronte direkt, të shkonte digjë gazetën Koha Jon. Mundet fryma segmenteve poshtë të kenë ndikuar, por që i ka shkaktuar një minus të madh presidentit asaj kohe, djegja e gazetës. Po ishte e qartë për sa kohë që askush nuk mori autorsinë e asaj ngjarje, nuk ishte një gjë rutinë as banale, ishte një çështje politike. Dhe koha provoi që ishte politike, sepse regjimi i kohës kishte djegur ndoshta të vetmin armik publik që kishte për ngjarjen 97 që ishte gazeta Koha Jon. Dyshimet e para që ishin të besueshme edhe për mua dhe për opinionin e saj kohe, edhe për shumicën e gazetarëve, binin mbi segmentet caktuara të pushtetit të asaj kohe, mbi shërbimin sekret. Unë e kam pohuar atë kohë, e kam thënë në parlament. Por a ka mundësi si pasojë e djegjes së shikut në Vlorë, shkrimet që kishte bërë gazeta dhe kaosit të krijuar në vend, grupe të pakontrolluara të veshur me pushtet të kenë marrë vetë vendimin për të sulmuar gazetën? Një gjë dihet me siguri. Përmbajtja e gazetës në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme kontrollohej nga shiku. Dhe titulli Berisha duart me gjak, që i referohej ngjarjeve të Vlorës, mund t'i ketë çuar në skaj tensionet. Në shtypshkronjë, ku në atë kohë shtypej pjesa më e madhe e gazetave, për shkak të rëndësisë të veçantë që strukturat e shtetit së saj kohe i jepnin shtypit, me siguri që ka pasur edhe agent të shërbimit sekret ose informator. Sapo mund të kenë lexuar titullin e parë, kanë njoftuar shefat e tyre dhe më pas, në formë hipoteze, mendoj që mund të kenë qenë punonjës të shikut, por ndoshta të ndihmuar edhe nga një strukturë policore ose jo, sepse në atë kohë ka qenë periudhë shumë e nxehtë ku strukturat e shtetit nga ajo forma e ngurtë kishin filluar të shformoheshin për shkak se po krijoheshin struktura paramilitare, struktura vullnetare, etj. Dhe ishte e vështirë të dalloje kufiri midis shtetit dhe këtij shtetit tjetër që po shkonte paralel me shkrirjen e shtetit real. Kështu që në këtë kontekst, gjykoj që ka qenë sigurisht struktura ose persona që punonin në struktura shtetërore, por edhe atëherë nuk e ka menduar realisht që le të themi presidenti Berisha apo shefi i shikut kanë mësuar titullin dhe kanë thënë o burra. Por të gjitha këto pikpyetje janë sot në duart e drejtësisë. Ashtu si vetë gazeta dhe dosja hetimore e djegjes së saj kanë ndjekur një rrugë plot zigzake. Ajo u mbyll ende pa u hapur mirë si pasojë e amnistisë së parashikuar nga marrëveshja e 9 marsit, e cila nuk lejonte më hetimin e kësaj çështjeje. Për vite të tëra, ajo do të qëndronte e fjetur. Deri në vitin 2006, kur do të hapej prap. Këtë herë, e klasifikuar si shkatërimi pronës me zjarr dhe vjedhje me armë. Nene këto që nuk ishin amnistuar më 9 mars. Por dosja e hapur nga prokuroria
do të dërgohej sërish në polici, sepse në të nuk figuronin emrat e autorëve të krimit. Ajo që ka menduar nga dhënat që u grumbulluan edhe nga dëshmitarët okular, përgjithsisht kanë qenë banorët e pallatit përballë, ishte që janë parë njerëz edhe me uniformë dhe pa uniformë, disa i përshkruan edhe me xhaketa ushtarake por me pantallona civile. Domethënë ishte edhe ata nuk ishin shumë të qartë, ndoshta për shkak të natës, për shkak të maktit që krijonte situata, për shkak edhe të frikës, sepse thonë që janë dëgjuar dhe krisma. Të gjitha ngjarjet provojnë që qeveria apo segmentet të qeverisë paramilitare, sepse faza e viteve 97 provoi që kishte segmente paramilitare, pra segmentet inkurajuara nga shteti, të armatosura, të cilat kanë kryer operacione ndryshme nga veriu në jug. Ato kanë marrë pjesë edhe në djegjen e kohës sonë. Por siç tregojnë sot dokumentat që disponon drejtësia, ata që kanë qenë te koha jona të natë, kanë qenë punonjës të shikut. Për këtë tregojnë edhe rrëfimet e proces verbalit të pyetjes së gazetarit Zamir Dule dhe shoferit të gazetës. Po unë këtë e di mirë që në librin e policisë, pra natë në 2 marsi, duke kthyer 3 marsi, pra kur do që koha jonë rreth 1:30, 2 pas, me orë, me sekonda nuk dihet tashmë. Por në librin e policisë që ka sekustruar Prokuroria e Tiranës, që është dokument tashmë i konfiskuar nga Prokuroria e Tiranës, dhe s'ka si ndryshoj, janë të regjistruar gazetari Zamir Dule dhe shoferim Anesi Nikolla, që janë dorëzuar ora në komisariatin nr. 3 dhe të sjell nga punojësi e shërbimit sekret. Janë dokumente, janë thirrur punojësit e shërbimit sekret. Atëherë tregon që punojësi i shikut e ka marrë nga redaksia Zamir Dule. Por e vetmja dëshmi që nuk gjendet sot në dosjen e timore, por që do të dëshmonte për atë që ka ndodhur natën e 2 marsit, është ajo e një shtetasi amerikan që e ka filmuar të gjithë ngjarjen. Ka një dëshmi, nuk e them dot emrin, mund të jetë pjesë e time, po unë e di që ka një dëshmi dhe një dëshmi e bazuar mbi fakte që në lindjet e redaksisë, pra në kufim redaksin, ka qenë një ndërtesë gjykatëshe ku strehoi, banonte në atë kohë një pjesëtar i shërbimeve të ambasadës amerikane, mos gabohem, apo i filialeve të saj që punonin në Shqipëri për të ndihmuar demokracinë në Shqipëri në atë kohë. Dëshmia është që në dosjet timore që e ka filmuar gjithë rrethimin e redaksisë, policet, mikrobuza policie, të gardës, të fugonin e bardhë të gardës, persona, duke djegur, duke qulluar me armë, që janë shenjat këtu në redaksi. Di dhe këte, që ndofta këtu po e shkel paksa sekretit hetimor, që nga Prokuroria e Tiranës është kërkuar informacion brenda ligjeve amerikane, pra ambasadës, ka një shkresë drejtuar ambasadës amerikane në Tiranë, për të gjetur personin që ka qenë komshi redaksisë, pra punojnë si ambasadës në atë kohë, dhe që ka filmuar krejt skenin e latashme të djegjes së redaksisë gazetës Koha Jon. Deri tani, me sa di unë, nuk ka ndonjë përgjigje as po as jo. Kjo është pjesë e dosjes timore, nuk mund të them më tepër, po këtë e di që ka një kaset filmuar që është diku në një arshiv të një shërbimi sekret. Por të gjitha këto do të mbeten pjesë e dosjes hetimore. Edhe për shumë kohë, ajo do të endet sa nga prokuroria në polici, në kërkim të gjetjes së fajtorëve. Në kërkim të atyre që jo vetëm dogjën në redaksinë e gazetës Koha Jon, por nënshkruan edhe aktin e ndërprerjes së daljes një mujore të shtypit në Shqipëri. Pas djegjes, natën 2 marsit, që duke gdhir 3 marsi, pra rreth 1:30, 2 e natës e 3 marsit, edhe pasi ndodhen ngjarje që u shokuan do të rënditën, ishte një ngjarje shumë e rëndë për median, për ne, për opinionin, por u ndërprerë botimi i gazetës, s'kishte me çfarë të prodhohet, s'kishim kompjuter, si zyra, gjikundi, nuk doli gazeta as me 4 mars, as deri me 12 prill nuk doli gazetës.
Gazeta do të ribotohej vetëm 40 ditë më vonë. Këto pamje tregojnë atë ditë të 12 prillit kur stafi i Koajom do të bënte mbledhjen e parë të rifillimit të punës. Por ndërkohë në këto 40 ditë, mjaft gjëra kishin ndryshuar në Shqipëri. Partitë politike ishin ulur për të nënshkruar marrëveshjen e 9 marsit që i jepte fund drejtimit një ngjyrësh të Shqipërisë. Presidenti Sali Berisha do të qetë tashmë i detyruar ta ndante pushtetin me një kryeministër socialist. Rendi në vend do të sigurohej nga trupat ndërkombëtare të operacionit Alba, ndërkohë që zgjedhjet që ishin caktuar për në fund të qershorit 1997 pritej të ndryshonin rrënjësisht pushtetin politik në Shqipëri. Në kushte të reja, Koajon filloi të rishtypej, por duke u vënë përballë një dileme themelore. Sa do i përshtatej kjo gazetë luftarake situatës së re? Sa do të ajo në gjendje të mos prekej nga ndryshimet që priteshin të preknin edhe shqiptarët më të thjeshtë? Kur i filluam, realisht ishim të tronditër. Nuk them frikë, se frikë nofta quhet pak si, po e kishim marrë një lloj goditje psikologjike që nga djegja, nga shkrumbimi i gjithçka, nga represioni i segmenteve caktuar të shtetit, nga gjendja që ishin gjithë Shqipërinë, realisht nuk ishim patot para 3 marsit, para 2 marsit, nëse mund të jemi sakt. Me sa duket ky ishte misioni i kësaj gazete. Një gazetë e cila fotografoi një histori të viteve 90, 97 dhe bashkë me historinë ndryshoi. Mbas 97-s ka një epokë të dytë, jo vetëm për gazetën Koajon, po për pothuajse secili nga qytetarët shqiptar, për pothuajse secili nga institucionet, pothuajse nga secili nga zanatet apo dhe nga bizneset. Brenda me u thye diçka se ndofta isha treguar më shumë se sa duhet idealist dhe kurajoz për të thënë vërtetën e pushtetit. Miku im Nikol Lesi ka qenë djepi dhe varri i kësaj gazete, me mënyrën se si ai menaxhoi dhe me mënyrën se si ai nuk e kuptoi atë të re që po vinte përpara, sepse ishte epoka kur filluan të luzojnë radiot private, televizionet private, shumë gazeta të tjera private, të cilët nuk ishin biznese të pastra mediatike, por kishin nga pas tyre biznese të mirëfillta, të cilët operonin në fushë të tjera dhe financonin mediat në mënyrë të tillë që të materializonin pushtetet e tyre ekonomik edhe me një pushtet mediatik. Kohët ndryshuan dhe gazeta Koajon ndryshoi profil për te kësaj dite, duke përpjekur të ambientohet në një ambient, në një Shqipëri pak më klienteliste dhe me një treg më të vështirë. Në vitet 96-97, konkurenca ishte më e lehtë, me sa duket. Kishte shumë pak shtyp pavarur edhe për shkak të regjimit që nuk ishte shumë liberal në atë kohë, s'kishte televizione, s'kishte gazeta të tjera. Mas vitit 97 gjërat ndryshuan, tregu u fujizua më shumë, pati një treg mediatik që akoma vazhdon shumë më të lullzuar. Koajon u ngjit dhe u ngrit si perëndërit në histori që ngritëm, kanë periudhën e ngritjes, të lavdisë dhe tërëzimit. Mendoj që shkelqimin ose kulmin e saj arriti në 97 dhe pastaj filloi një rënje e lirë. Dhe sigurisht mbjetosh në konkurrencë, ndoshta në disa raste është më vështirë se mbjetosh luftës. Dhe këtë provoi gazeta Koajon. Mbjetoi një lufte, po konkurrencës së lirë apo relativisht klienteliste nuk i mbjetoi dot. Ky
Ky ishte pra dokumentari Koha në flak, i cili ashtu sikurse ndoj që të bënte fjalë për djegjen e gazetës Koha Jon nga njerëz të veshur me pushtet në fillim të marsit të vitit 1997. Nun do t'ju rikujtoja se të njëjtin emision ju do të keni mundësinë ta rishihni të ritransmetuar ditën e diel në ora 23:00, ndërsa ne bashkë si gjithmonë do takohemi të hënën e ardhshme në ora 22. Natën e mirë.